është hapë votimi në 5:52, në 17:52, dhe kjo është rezultati në rrjetin social në Facebook. 68% lëvizja vetëvendosja, apo 13.080 vota. PDK-ja me 17%, 3.163 vota. LDK-ja me 11%, 1.936 vota, 2%. AK-ja me 552 vota, Nisma me 70 vota, dhe e kemi Vjosa Osmanin me 269 vota. Në total numri votave është 19.028 që kanë ardhur në rrjetin social në Facebook. Zbane e mirë, ja, u prishe disponibil. Ja, kjo, diqa, ti shikon këta që jenë kundështarë, shtu këtë. Numrat po ndryshojnë edhe kështu. Tash mundi me thonë, jo, keni gabu e kësi, jo. Është marrë screenshot në kohën në cilën e publikum rezultatin. Pra, në kohën kërë publiku rezultatin që kjo është. Tash, sondazhi vazhdon në kohën i hapur. Që mund tjetë Kjo ka zënë kushon tut. Kjo ka zënë kushon të tutut mas shumë ti. Mirë.